Në edicionin e rallës të serisë motivuese Ta tham në Shkodër, organizuar nga Qendra Rinore Atelier dhe Këshilli Vendor I të Rinjve Shkodër, I ftuari I veçantë ishte boksieri I rekordeve Nelson Hysa me një karrierë 26 vjeçare. Aktiviteti bëri bashkë të rinj nga Shkodra për të dëgjuar nga afër rrëfimin e një prej sportistëve më të suksesshëm që ka nxjerrë qyteti. Për mua është aktivitet shumë I bukur, ku ka më mirë se me kenë mes të rive shkodran. Për ju që e kena kalu shumë kohë përpara, apo normalisht janë gjëra nostalgjike, të kthehen edhe herë mendimet e të rive, të kthehen edhe herë në bankët ku ato janë. Edhe shpresoj që sa do pak kemi motivim sa do I vogël për gjithë secilin prej tyre. Hysa shpreh edhe mbi objektivin që I ka dhënë vetes për të ardhmen. Deri tash faleminderit Zotit që na ecë mirë, karriera ka ecë mirë, titull po ashtu gjithashtu mirë, kam bën një titull botëror. Shpresoj që këtë viti 2026 që po vjen, fillon me shpresë dhe inshallah na pritet marrë që të sillemi për herë të parë Shqipëri titull kampion bote. Iniciativa Ta tham Shkodër synon të sjellë në fokus personalitete frymëzuese që kanë nisur rrugtimin e tyre nga Shkodra, duke treguar se besimi në vetvete dhe rrënjët janë burime fuqie për të përballur me botën.